Historia e djaloshit turk dhe qenit të tij Lala është një histori e trisht, por dëgjojeni deri në fund sepse të bën që të reflektosh thellë. Kam një surprizë për ju sot dhe dua që ta shikoni. Qinushi, që dua fort. Është mëngjes, është ora 6:10 e mëngjesit, unë çdo mëngjes përpara se të ikë në punë, çoj qenin jashtë. Dhe ai më pret tek dera. Çdo mëngjes në orën 6 ai ishte aty, tek dera. Pret që unë ta çoj jashtë. Dhe edhe kur kthehem, ai dëgjon, nuk e di si e kupton çelsat që un kam në dorë, kupton ecjen time apo ndoshta edhe makinën kur parkoj, dhe ai e di dhe fillon dhe le përpara se të futem unë në shtëpi. Pra një dashuri pa kushte i këtyre, ë? Tani, Mugdat Ezenel, një djalë nga Turqia, ishte 14 vjeç, sapo kishte mbushur 14 vjeç. Thash, është një ngjarje që ka ndodhur ditët e fundit dhe dua që ta dëgjoni me kujdes. Dhe Mugdati, kur ishte 14 vjeç, në fshatin ku ai jetonte, kishte dalë me shokët e tij. Dhe shokët, si gjithmonë të rinjtë, keni parasysh ju para shumë vitesh kjo, e rrethuan një qen që nuk ishte i zonës, një qen që duke një qen endacak. Dhe filluan që ta godisnin qenin. Qeni donte që të mbrojë dhe kështu kafshoi njërin prej tyre. Mirpo Mugdati, kur ai shoku i tij, pra njëri nga shokët e tij, filloi që ta qëllonte me një shkop qenin që ta vriste, Mugdati e mbrojti qenin dhe e kapi dhe e mbajti. Qeni ndonse e kafshoi, Mugdati nuk bëri asnjë lëvizje, por e mbajti qenin me vete. Dhe kështu që e shpëtoi që mos ta vrisnin. Por çudia ishte që ndonse qeni ishte ndacak, qeni rrinte gjithmonë prap atij. Sa herë që ai shkonte tek shtëpia e tij, Mugdati, ose ikte rrugës, qeni gjithmonë pas tij. Mugdati nuk mundej që ta çonte qenin në shtëpi, sepse ju e dini shumë mirë që si janë ato vendet në përfshatra. Do i thoshte babai, pastaj ky ishte 14 vjeç, do i thoshte babai ç'ma sjell të qen në shtëpi, një qen ndacak, ose dhe familja. Dhe kështu që, por çfarë bënte qeni? Qeni e kishte kuptuar dhe rrinte përpara shtëpisë. Pra nuk ngjitej deri sipër, sepse shtëpia e tij ishte me disa shkallë, nuk ngjitej deri sipër, por rrinte aty përpara shtëpisë dhe priste aty gjithë natën derisa ditën tjetër dilte Mugdati. Mugdati dilte dhe shoqëronte qeni deri tek shkolla. Me kalimin e kohës vazhdoi gjatë. Por kaluan vite dhe qeni gjithmonë e shoqëronte. Tani pasi ai mbaroi shkollën, filloi punën. Dhe punën e kishte përbri, një fshat përbri, që ishte rreth 4 kilometra gjysmë nga fshati ku ai jetonte. Dhe qeni, si gjithmonë, e priste poshtë shtëpisë dhe e shoqëronte deri tek puna. Puna që bënte Mugdat Ezeneli ishte në një farktar, me një fjalë bënin drapra edhe metale për punë. Dhe kaluan vite. Në vitin 2022, Mugdat Ezeneli duhej që të shkonte jashtë Turqisë. Dhe ai kishte lindur në Kurdistan, por duhet të dilte jashtë dhe ishte i detyruar që të bënte pasaportën. Mirpo, ju e dini që në vitin 2022 kishte probleme, sepse doli pandemia. Dhe gjatë asaj kohe, ai për të bërë pasaportën ishte i detyruar që të bënte vaksina, sepse ndryshe nuk mund që të dilte jashtë. Pra kur të kalonte në kufi, ai ishte i detyruar që të kishte bërë vaksinën tek shteti ku shkonte. Nuk e lexova se në çfarë shteti, por ai ishte i detyruar që të bënte vaksinën. Dhe bëri 2 vaksina. Donte që të bënte 3, por kishte bërë 2. Arriti që bënte 2 vaksina. Si përfundim, iku jashtë shtetit dhe u kthye. Pra, kjo ndodhi në vitin 2022. Para pak muajsh, filloi që të kishte disa probleme, sepse që kur kishte bërë vaksinën, ai kishte probleme me imunitetin e trupit dhe kishte shkuar disa herë tek mjeku. Mjeku i tha që nuk është asgjë, është vetëm një stres që i viteve tha edhe i punës që ti bën. Dhe ai mendoi se ishte kështu. Mirpo, do që të ri në tokë që filloi edhe njërë të bëj ujtë e hollë. Dhe si përfundim, u kthye në shtëpi dhe Mugdati nuk e besonte, nuk mendonte që mund të ishte ndonjë problem serioz. Mirpo, para një muaji, Mugdat Ezenel vdiq nga infarkti.
Mjekët nuk din ta shpjegojnë se çfarë ishte dhe çfarë shkaktoi, disa thonë që nga vaksina, të tjerë thonë që ndoshta kishte një problem dhe nuk e dinte, pak rëndësi ka. Por Mugdati vdiq, 27 vjeç, më falni. 27 vjeç. Pasi u fut në shtëpi, Qeni si gjithmonë e kishte shoqëruar. Mirë po, Mugdati nuk po dilte, dhe Qeni rrinte gjithmonë përpara shtëpisë. Familjarët e shihnin Qeni aty dhe Qeni qante natën. Qau natën, atë natë që, me fjalë, që ditën tjetër që ai nuk u kthye, pra për një ditë. Natën tjetër filloi që të qante sërish. Mirë po, ajo që ishte më e çuditshme, kur dolën që të gjithë, pra që të gjithë dolën që ta çonin tek varrezat, e kishin në arkivol. Dhe askush nuk e shpjegon se si Qeni i shoqëroi në varrezat deri tek varrezat, pra që nga shtëpia deri tek varrezat. Ku e dinte Qeni se kush ishte brenda arkivolit? Ku e dinte që ai shoqëroi vetëm me Mugdatin? Mugdati si ishte mes njerëzve? Pra si Qeni e kuptoi që brenda atij arkivoli ishte Mugdati? Disa thonë nga era. Sidoqoftë, kur e varrosën Mugdatin, që nuk e hapën arkivolin, por ishte e futën aty, tek varrezat, Qeni vazhdon ende sot që të shkojë atje. Pra ka 20 ditë që shkon atje. Disa thonë që shkuan edhe e morën Qenin dhe e çuan tek një vend për qend. Mirë po, Qeni pa ngrën, pa pirë, rinte aty, mbi varrin e Mugdatit. Disa thonë që rinte për ta ruajtur, të tjerë thonë që nuk e di Qeni që ai njeri ka vdekur. Pak rëndësi ka. Por merrini me mend për një gjest që bëri, pra Mugdati, që e shpëtoi kur ishte para shumë vitesh, pra 10-12 vite më parë, Qeni nuk ju nda për 12 vjetë, 13 vjetë. Dhe rinte pas tij gjithmonë. Madje edhe kur Mugdati vdiq, ai shkoi dhe i bënte shoqëri aty, tek varri. Merrini me mend çfarë dashurie, pa kushte dhe pa fund. Ashtu siç edhe ky. Doja që t'ja u tregoja sepse unë e dua fort qenushin, të gjitha kafshët i dua, por qenushin tim e kam për zemër. Kush nga ju ka kafsh, do të dëshiroja një komentin tuaj, ose çfarë mendimi keni ju që nuk keni kafsh për këtë histori që ju tregova. Kalofshin ditë bukur, ju përqafoj.